Vazhdojmë me pikën e dytë, betimi i deputetëve. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, ju njoftoj se betimi solem i deputetëve është një detyrim i përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me rregullorën e Kuvendit. Tekstin e deklaratës solemne të betimit e ka secili deputet para vetes dhe ajo duhet të nënshkruhet personalisht nga secili deputet. Për përmbushjen e këtij detyrimi, lus deputetët që të ngrihen në këmbë, ta dëgjojnë tekstin e betimit që do ta lexoj unë dhe në fund të gjithë së bashku ta shqiptojmë fjalën betohem. Unë, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin. Do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë shtetasve të saj. Do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetueshmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e sovranitetit, tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut në përputhje me ligjet e vendit. Betohem.